Presidenca e Bamir Topit më shumë se çdo gjë tjetër do të mbahet mend për incidentet e tij të shumta, si dhe mashtrimin e opinionit publik me qëllim përfitimin e kapitalit politik për partinë e tij të re, që pritet ta shpallë së shpejti. Show politik i radhës është ai i ditës së hënë kur ai thirri në Tiranë një grup përfaqësuesish të shoqatës Luma për t'i dhënë shkollës së Kolesianit dekoratën si shkolla e parë shqipe në krahinën e Lumës. Duke menduar se memoria e lumjanëve është e shkurtër, presidenti Topi në mënyrë të turpshme organizoi në Tiranë një ceremoni për 100 vjetorin e kësaj shkolle, ndërkohë që realisht 100 vjetori i shkollës së parë shqipe të Kolesianit është kremtuar rreth 6 muaj më parë, më 14 tetor 2011 në fshatin Kolesian. Atëkohë presidenti Topi kërkoi të merrte pjesë në këtë ceremoni, por autoritetet lokale dhe drejtuesit e shkollës e refuzuan atë. Ndaj dhe këtë të hënë ai nxitoi të kryente një tjetër akt të pamoralshëm duke organizuar një ceremoni të dytë për 100 vjetorin e shkollës. Por ai vetë dhe organizatorët e këtij takimi të ngutshëm dolën të turpëruar edhe këtë radhë, pasi dekoratën për shkollën nuk kishte kush ta trihishte, as kryetari i komunës dhe as drejtoresha e shkollës, të cilët munguan në këtë ceremoni të organizuar në Tiranë. Kështu edhe dekorata për shkollën e Kolesianit mbeti një përpjekje në tentative e presidentit për të përçarë komunitetin e kësaj zone. Ky incident nuk ngjan tashmë një rast i pazakont për aktivitetin e presidentit Topi në këto javët e fundit, kur ai po përgatitet të lërë presidencën dhe të drejtojë një parti të re, e cila në elektorat perceptohet si një parti e majt që ka votuar Edi Ramën më 8 maj të 2011-s. Incidenti me shkollën e Lumës pason bojkotin e presidentit në kuvendin e Beslidhjes dhe përpjekjet e dështuara prej tij për të justifikuar këtë mungesë, duke implikuar në këtë histori të turpshme dy institucione, Bashkinë e Lezhës si dhe protokollin e shtetit. Jo shumë kohë përpara këtij incidenti, presidenti Topi arriti të ishte lajmi i parë në media për shkak të mungesës së tij në ceremoninë e inaugurimit të ambasadës kosovare në Tiranë, një mungesë e cila gjithashtu mundua të justifikojë bajatshëm nga kreu aktual i shtetit.